Jemi duke analizuar me kujdes të madh dhe informatat që mbledhura prej këtij pyetësori, sepse kjo flet për nivelin e kënaqësishmërisë, efikasitetin, barazinë dhe pavarësinë e gjyqësorit. Ne kjo na ndihmon që ta kuptojmë më mirë se si sistemi i drejtësisë funksionon praktikisht. Kjo na e pasqyr të pastër të mirë, ku çdo vit dhe shumë prej jush e dini këtë. Kjo më pastaj rrjedh në futet në raportin vjetor për shtetin, për të gjitha shtetet që synojnë në anëtarësimin përfshirë Kosovën, dhe sidomos në njërën anë vlerësimit dhe në anën tjetër rekomandimet për avokimin tonë dhe reformat e kërkuara prej palëve të ndryshme të interesit në sistemet e qëndrimit të ligjit, për shkak se për objektivat afatmesme të Kosovës që të fillojnë negociatat për anëtarësim, gjërat thelbësore, themeltore në këtë drejtim, që të përcaktuar nga metodologjia e Komisionit Evropian, janë saktësisht grupi 1, klasteri 1, që janë fundamentale, themelore, dhe kjo i mbulon kapitulli 23 dhe 24 dhe kjo drejt për drejt ka të bëjë me gjyqësorin dhe sundimin e ligjit. Kështu që duke falendëruar këtij pyetësori do të angazhojmë ndërmjetësuesit tonë kosovare. Shumë prej tyre mund ta bëjmë këtë sepse këshillat i kemi prezente e çmojmë këtë. Institucionet ende nuk janë këtu, kështu që do të mirëpresim formimin e rrjedhshëm të institucioneve politike pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Ku shpresojmë që sot ky proces mund të udhëhiqet nga fryma e kompromisit në mënyrë që shumë shpejt Kosova dhe njëherë të ketë institucione të cilat mund të përparojnë reformat e domosdoshme në kontekst të procesit të integrimit në BAI. Gjetjet e kësaj ankete tregojnë se nga viti 2020 deri në vitin 2025 ka pasur zhvillime pozitive në disa dimensione kyçe të sistemit të drejtësisë në Kosovë, e cila do të thotë është mjaft inkurajuese. Kjo për ne është inkurajuese për të vazhduar në përkushtimin tonë të palëkundur në rrugën drejt reformave. Siç edhe dihet, realisht në vitet e fundit, Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë hapa konkret dhe substancial në reformimin e sektorit të drejtësisë. Në veçanti kisha veçuar reforma tashmë të theksuar, siç është reforma në Këshillin Prokurorial, e cila po gjen zbatim të suksesshëm, por gjithashtu edhe reforma të tjera përfshirë pakon e ligjeve që ndërlidhet me deklaratën e së bashkët të zotimit dhe proceset të rëndësishme të konsolidimit të shërbimit të ligjit. Raporti identifikon qartë disa sfida serioze që kërkojnë vëmendje të vazhdueshme, siç janë kozgjatja e procedurave gjyqësore, pastaj nevoja për rritjen e efikasitetit në trajtimin e landëve, gjithashtu forcimi më tej migresimit të bizneseve në sistemin e drejtësisë dhe rritja e vetëdijshmit për ndihmën juridike e fonit. Po ashtu perceptimet lidhur me korrupsionin dhe ndikimin e faktorëve të jashtëm në sistemin gjyqësor mbeten sfida që nuk mund të injorohen. Pikërisht për këtë arsye, këto gjetje në raport mbeten jo vetëm si një reflektim i gjendjes aktuale, por edhe si rekomandime të rëndësishme të cilat duhet marrë parasysh në veprimet tona tutje. Siç edhe u përmend nga parafolësit, anketa ka përfshirë dimensione të ndryshme të performancës së shërbimeve të drejtësisë në Kosovë. Efikasiteti, cilësia, pra kualiteti, pavarësia dhe të tjera. Sa i përket pavarësisë, rezultatet gjithë prap edhe këtu janë interesante. Nëse bëjmë një krahasim mes 2020 dhe 2025, shohim se qytetarët shohin zhvillime pozitive, bizneset, siç thash, bizneset e shohin pra si rezultatin si më negativ, ndërsa që gjyqtarët dhe prokurorët në përgjithësi shohin zhvillime pozitive, ndërkohë që avokatët janë më kritikues. Sa i përket korrupsionit në gjyqësor, perceptimet janë se perceptimet
janë në mesin e bizneseve, janë se pra janë të pranishme në sistemin gjyqësor, dhe ajo që shohim është se për qytetarët ka zhvillim pozitiv. Pra plus 9 nuk do të thotë se ka më shumë korrupsion, por ka perceptim pra më pak se sa herën e kaluar, dhe pra opinionet, feedbacku është pra del më pak i strukturuar se sa herën e kaluar. Roli i mediave normalisht është shumë i rëndësishëm kur flasim për perceptimin e shërbimeve të drejtësorit në Kosovë, ashtu si edhe në vendet e tjera. Dhe ajo çfarë kemi parë është një trend i cili ku besimi i qytetarëve tek mediat ka rënë me 12% pas vitet e fundit, por derisa besimi në sistemin gjyqësor brenda të njëjtës periudhe kohore është rritur me 6%.